është një taktik pra për t'i bërë të bust apo protestuesit për të larguar. Pra, ka një përbërje e cila ndikon që të krijoj parati dhe djegje tek protestuesit, gjë që normalisht edhe në protestat e fundit është përdorur nga ana e policisë dhe ka patur pra raste djegse ku është provuar. Sokol, në rikthim të protestuesve, ndërsa vazhdojnë gazi lotësjellës të hidhet nga ana e policisë, në këto kushte që jemi, përgjegjësia për protestën, sepse ka pasur sot që në mëngjes raportimin e lajmit që policia nuk e merr përsipër, le të themi, mbulimin e tubimit. Në përfundim të protestës, ku do të kërkojnë përgjegjësit për situatat e krijuara të sotme? Mund ta sqarojmë këtë pjesë? Shiko Marcela, policia përgjithsisht në protestat e kaluara e ka marrë përsipër pra protestën për të garantuar rendin dhe sigurinë për gjatë gjithë tubimit. Duke parë dhe duke marrë parasysh dy protestat e fundit, policia është detyruar që t'i thotë Partisë Demokratike që ne nuk do të mbajmë përgjegjësi. Pra kjo është logjika e asaj çfarë policia ka deklaruar sot. Nëse larg qoftë diçka e rëndë ndodh, atëherë përgjegjësit do të jeni ju dhe ju do të përgjigjeni përpara ligjit. Me pak fjalë, policia ka kërkuar që të heqë përgjegjësitë e saj në lidhje me çfarëdo lloj situate e keqe që mund të ndodhë. Megjithatë, ka një ligj për tubimet në Shqipëri që policia ka detyrim ligjor që duhet të jetë me patjetër nëpër protesta dhe një të ndodhur edhe sot. Pavarësisht refuzimit pra që i është bërë Partisë Demokratike në lidhje me mos pajtimin në mënyrën se si është bërë protesta, policia ka qenë pranishme, ka marrë gjitha masat dhe patjetër ajo çfarë mund të ndodhë në vijim mbetet konsiderohet sigurisht bazuar nga provat që gjenden në vendngjarje, nëse ndodh diçka e keqe, dhe do të jetë në fund prokuroria e cila do të vendosë përgjegjësit kryesor. Pra, policia i ka paraprir një situate për shkak të informacioneve që ka patur për rastet e dhunës në mënyrë të paprecedent për hedhjen e molotovëve, jo vetëm drejt godinave të kuvendit dhe të parlamentit, por sidomos edhe për hedhje në drejtim të policisë, dhe ky ka qenë problemi më kryesor që ka hasur pra policia në dy protestat e kaluara. Nisur nga ky zhvillim, policia në një farë forme i ka larë duart në këtë drejtim dhe ka thënë që ne nuk mbajmë përgjegjësi dhe nuk e ruajmë rendin dhe sigurinë në konceptin e ligjit, jo në konceptin real, pasi patjetër policia është e pranishme një lloj si në gjitha protestat e tjera. Qartë, ndërkohë Sokol që ne vijojmë të qëndrojmë me pamje të drejtë për drejta për të mësuar të tjerë detaj në vijim në kuadër të asaj çka do të pasojë situata. Unë ndërkohë falenderoj kolegen Marcela Garpanço për analizën dhe komentin në studio. Të lutem, faleminderit juve. Mirë, do të kemi mundësi që pas pak të kemi edhe gazetarin Baba Ramon, ndërsa për të mësuar detajet të mëtejshme edhe me situatën në këtë çast kam sërish kolegen Danila Maloku. Danila, jemi së bashku, çfarë po ndodhet, cili është hapi i radhës, nëse ka një direktivë konkrete apo diçka ende e paqartë? Val të përshëndes, në fakt para pak minutash është hedhur sërish ujë dhe gaz lotësjellës në drejtim të turmës, ku ndodhej edhe kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha, sipas planeve që po na ofron edhe operatori ynë. Zoti Berisha ndodhet në këtë moment të sërish pranë urës së Elbasanit, ka qëndruar aty edhe pse në këtë momente shoqëruesit e tij po tendojnë që po vendosë edhe maskën kundër gaz në mënyrë që nëse hidhet sërish gaz të jeti përgatitur. Po shëndrohet në fakt në rrugë, ende nuk ka një skenar se çfarë do të ndodh, ka një, po themi, ndalesë në këto momente dhe një koordinim mes sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Berisha, zotit Loka me zotin Berishut për vijimin e protestës, pra nëse do të vijohet, nëse do të shkohet në drejtim të parlamentit sërish, apo në rast se do të ketë një skenar për ta mbyllur protestën të sotme, edhe pse po hedhet në fakt molotov dhe që më pas edhe policia vijon sërish që të ketë hedhje të molotove, sepse po Daniela, se jemi më pamje drejt për drejta.
Atëherë, sikur se po e shohim edhe në këto momente, ka një kundërpërgjigje nga ana e policisë sërish me ujë duke shpërndarë turmën. Ka edhje të herë pas hershme edhe të molotovave dhe kundërpërgjigje nga ana e policisë me ujë dhe gaz lotësielës. Edhe pak minuta më herë duhet sërish gaz lotësielës në drejtim të turmës së protestuesve, të atyre protestuesve në fund normal që kanë mbetur në rrugë dhe është pikërisht ajo hapësirë e rrugës mes xhamisë, parlamentit dhe selit Partisë Demokratike. Dhe në fakt nëse në këto momente ka një orientim drejt selit Partisë Demokratike, do të mbetet për të parë nëse do shkohet në seli nga zoti Berisha, jemi duke e ndjekur me pamje të drejt për drejta itinerarin në këtij të fundit, ndërsa nga ana e policisë po ashtu vijon që të hidhet ujë dhe gaz lotësielës. Është kundërpërgjigje forcave të policisë sa herë që ka dhe molotov që shpërthejnë, po themi, në këtë hapësirë ku ndodhen protestuesit. Me pamje të drejt për drejta jemi duke ofruar, sikurse e theksova, itinerarin e zotit Berisha nga rruga Elbasanit në drejtim të selisë Partisë Demokratike. Nuk di ta them nëse kjo do të nënkuptoj edhe mbylljen e protestës së sotme, apo në rast se do të kthehet sërish në parlament, aty ku zakonisht qëndrohet më shumë se sa në kryeministri. Po, Daniela, do të lë pak hapësirë patjetër për të mësuar çfarë do ndodh në vijim, se është e kuptueshme dhe situata në terren. Ndërkohë ka një reagim nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, vetëm një i mbaruar politikisht, shkruan Balla, mendërisht dhe fizikisht si bufi i shqupit mund të godas flamurin kombëtar, flamurin e BE-s, policinë e shtetit dhe institucionet e vendit. Turpi nuk është i këtij matufi, por i atyre pak që kanë mbetur dhe i shkojnë mbrapa. Është ky reagimi bërë në rrjetin e tij social Facebook të Tauland Ballës, pikërisht në kuadër të protestës, ndërsa më është bashkuar në studio gazetari dhe moderatori i njohur Ilir Babarama. Përshëndetje Kënaqësi. Përshëndetje Ermal. Ndërkohë situata është kjo që po pasurojmë në këtë çast, nisi në fakt që prej orës 18, edhe pse duket disi një skenar i njëjtë i protestës së kaluar, pas mesazheve politike vijohet me incidentet e kësaj natyre. Një tjetërsim mund ta quajmë kështu të kontekstit politik në raport me majorancën, apo mjafton që Partia Demokratike ka bërë deri në farë forme atë përcjelljen e mesazhit të vet për rezistencë? Po, një protest në një vend demokratik është një gjë krejt normale. Është krejt normale të protestohet, është krejt normale do të përdoren edhe mjete piroteknike, ashtu siç është krejt normale që edhe policia kur e gjykon të përdori mjete për të shpërndarë turma, kur ajo bëhet më agresive se ç'duhet. Kështu funksionon në çdo demokraci. Por ajo kur protestohet? Protestohet kur institucionet ose janë paralizuar ose nuk japin zgjidhje. Ndodhemi në një situatë të tillë, ka pasur shumë protesta të zhvilluara gjatë tyre 13 vjetëve nga kjo opozit, thjesht protesta për të thënë që ne jemi gjallë, ne po mbijetojmë, ne kemi ndjes sa për koherencë është duke komunikuar Berisha në këtë çast, e ndjekim paksa. Në Shkodër, protestuesen më paqësore, por këta po të kalojnë çdo vit kuqe. Dhe i garantoj që do marrën ndëshkim shembullor për të qëndrime që mbajnë. Zonja Mehmeti, në çfarë vendi ishit kur u goditët? Kam qenë pa filluar akoma mbarimi i protestës, gjatë kohës që profesor Dr. Sali Berisha po mbante fjalimin e tij. Kam qenë në